Kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi një disiplinë shoqërore e qytetare, e cila ka bërë që sot në Kosovë të kemi jo më shumë se 20 të testuar pozitivisht me koronavirusin, nga të cilët vetëm njëri, një burr i moshuar 77 vjeçar, ka mask oksigjeni, por jo makinë respiratori, dhe që të gjithë të tjerët nuk janë as përsafërme në rrezik jete. Me këtë rast duhet theksuar që 2 prej tyre janë liruar dje në shtëpi për trajtim shtëpiak, në vet izolim, në vet karantinim, ndërka që 4 të tjerë këto e kanë bërë më herët. U jam mirënjohës e falendërues mjekëve e infermierëve tonë, policëve e ushtarëve tonë, farmacistëve dhe të gjithë punëtorëve në për markete që shesin gjësende ushqimore, shpërndarësve të ushqimit e të barnave, u jam mirënjohës doganierëve e inspektorëve, edhe i falenderoj punëtorët në prodhim e ata në ndërtimtari, të cilët në njërën anë po e mbrojnë shëndetin e njerëzve, ndërka që në anën tjetër po e mirëmbajnë shëndetin e ekonomisë sonë. Edhe shëndeti njerëzve, edhe shëndeti ekonomisë janë në fokus të njerëzve, edhe shëndeti ekonomisë janë në fokus të qeverisë së re të Republikës Kosovës, e cila ka koordinuar ministrit, mekanizmat shtetëror, deri te organet e reja që ka krijuar për parandalimin e shpërndarjes e përhapjes së koronavirusit. Republika e Kosovës i ka dikun rreth 130 respirator, dhe për fat të mirë nuk kemi asnjë rast të rënd që këta respirator, ndonjëri prej këtyre respiratorëve të përdoret. Duke pas parasysh se në çfarë gjendje kemi gjetur sistemin shëndetësor, parandalimi është jetik. Pra, vet izolimi në njërën anë dhe higjiena në anën tjetër. Qytetarët kanë treguar kulturë dhe vetdije të lartë, dhe unë ju bëj thirrje edhe një herë që edhe të vazhdojmë të mbajmë atë, por edhe të arrisim edhe më tej, në mënyrë që ta ruajmë veten e ta mbrojmë njëri tjetrin. Në ditën e djeshme, kishim një zhvillim të pazakont, me qenë se Presidenti i Republikës Kosovës u angazhua për të shpallur gjendja e jashtëzakonshme në Republikën tonë. Kishim edhe një mbledhje të Këshillit të Sigurisë, raportet ditore të së cilit unë i marr për ditë si kryeministri i Republikës Kosovës. Në këto raporte, këto ditë ka një gjë të përbashkët. Te konkluza mbi gjendjen e sigurisë është ngjyra e verdhë. Është e vërtetë që nuk është ngjyra e gjelbër, sikurse para një muaji, mirë po nuk është as ngjyra portokalli e as ajo e kuqe. Pra është ngjyra e verdhë. Situata është nën kontroll dhe e menaxhueshme. Mirë po, përkundër kësaj, pikërisht në Këshillin e Sigurisë, u propozua që të kemi shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme nga ana e presidentit. Për bindjen time të fuqishme, kjo është e parësyshme, e palogjikshme, e panevojshme, e padovishme. Andaj edhe në konsultën me presidentin,
pardje edhe në mbledhjen e mbrëmshme e përsërita qëndrimin tim si kryeministri i Republikës Kosovës se i kemi marrur të gjitha masat e nevojshme dhe nuk jemi në shfrytëzimin e të gjitha masave të mundshme për parandalimin e shpërndarjes e infeksionit të virusit korona. Në anën tjetër, kishim një insistim të parapërgatitur me tekste të gatshme që me çdo kush të shkohet në shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Mbledhjet e Këshillit të Sigurisë i udhëheq kryeministri i Republikës Kosovës. Unë isha shumë kooperativ, me qenë se mbledhjen që u kërkua mbrëm, brenda pak orëve e thirra për orën në të cilën ajo ishte kërkuar. Ndonë se nuk ekzistonte urgjenca për një gjë të tillë. Tash ne e dim që jemi në pritje të përgjigjes së Kuvendit të Republikës Kosovës për kërkesën e Presidentit të Republikës Kosovës për dekretin e tij për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Unë edhe sot jam i bindur se nuk ka nevojë për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme. Është e mundshme që një nevojë e tillë të shfaqet në javët në vijim. Unë punoj e uroj e lutem që kjo të mos ndodh. Mirë po jam i bindur se as mbrëm, as sot nuk kemi arsye për një gjë të tillë. U shpreha edhe në mënyrë kolegiale, në mbledhje, se pothuajse të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurisë jetojmë në Prishtinë dhe për brenda orës mund të mblidhemi nëse shfaqet nevoja për ta shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. As policia e Kosovës, as forcat e sigurisë Kosovës, as ministritë e tjera nuk i kanë shterrur mundësitë e kapacitetit të tyre dhe aq më pak kanë dështuar në përdorimin e mundësive dhe kapacitetit të tyre që të themi tash se na u dashka të marrim këtë masë ekstreme si gjendja jashtëzakonshme më në skajtës së cilës nuk mund shkosh më. Pra, ishte e palogjikshme, e pa arsyeshme, e pa përgjegjshme, edhe e pa dobishme një kërkesë e tillë. Natyrisht që unë vazhdoj komunikimin edhe bashkëpunimin me të gjithë krerët e institucioneve, sepse një gjë e tillë është obligimi im si kryeministër dhe interes i vendit tonë si Republikë Demokratike. Duhet theksoj se pas mbledhjes së mbrëmshme, unë nuk kam ndjekur me njëherë deklarimet, por ato i kam parë në mëngjes sot. Dhe në mes në atyre deklarimeve, natyrisht që kryesore ishte ai i ish ministrit të brendshëm Veliu, i cili në mesnatë në një televizion të Kosovës ka përhapur panik, duke thënë se numri i të infektuarve po rritet nga ora në orë. Natyrisht që këta 19 infektuar deri mbrëm nuk ishin për 19 orë, për më pak se një ditë. Mbase ishin për 19 ditë, po jo për 19 orë. Të thuash pa kurfar evidence, pa kurfar bazë shkencore, pa kurfar raporti zyrtara institucional, se numri të infektuarve përshtohet nga ora në orë, është e papërgjegjshme. E kur ke edhe përgjegjësi ekzekutive, është e dënueshme. Së dyti, përveç që u gënjye drejt për së drejtë në transmetim televiziv,
në drejtim të friksimit dhe shtimit të panikut aty ku ai mund të ketë ekzistuar, ose krijimit ku ai s'ka ekzistuar, në pyetjen shumë të qartë të gazetarit: a jeni për shpalljen e gjendjeve së jashtëzakonshme? Ish ministri tha, po, sigurisht. Kjo është e palejueshme. Dhe unë nuk kisha zgjidhje tjetër sot përveç se ta liroj nga detyra ish ministrin Velio. Më shumë se gjysmore paraprakisht e kam njoftuar kryetarin e LDK-s dhe kam kërkuar një emër tjetër për ministrët e punëve të brendshme dhe administratës publike. Pra, nuk kam zëvendësuar ministrin me një që unë të mund preferoj, po kam kërkuar një emër tjetër prej atij i cili shprehu një tradhti të dyfisht. Tradhti ndaj qeverisë ku bën pjesë dhe gjithashtu tradhti ndaj policisë Kosovës. Sepse ti jesh ministri i punëve të brendshme dhe të kërkosh kokë më vete shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme, do të thotë ta përçmosh policinë tënde, e cila ka kryer në mënyrë të shkëlqyeshme detyrat që janë tënë. Në policinë e Republikës Kosovës vazhdon orari 8 orësh. Nuk kemi kaluar madje as në orarin 12 orësh. Policia së pari nuk është në gjendje të jashtëzakonshme. Pse u dashka të shpallët gjendja e jashtëzakonshme? Kapacitetet dhe mundësitë e policisë të Kosovës janë shumë më të mëdha se që i përdorim ne edhe sonte. Pse pa u shfrytzuar policia maksimalisht, na u dashka ta sabotojmë me shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme? Kjo është e pashembull. Është tradhti ndaj vetë policisë Kosovës që ka kryer punën shkëlqyeshëm duke respektuar dhe zbatuar detyrat e urdhrat që janë dhënë asaj. Gjatë tërë kësaj kohe, sa ishte ministër, ish ministri, vetëm një mbledhje e ka mbajtur lidhur me parandalimin e përhapjes së virusit korona. Vetëm një mbledhje në ministri. Tradhtia e tillë dyfisht ndaj qeverisë, ku është antar, ku ishte antar, dhe ndaj policisë në krye të SSV nuk mund të tolerohej. Natyrisht që edhe ne kur e luftojmë krimin e korrupsionin, me aq sa mundemi tash për tash në një shtet i cili ende ngelet i kapur, sepse vetëm qeveria ka ndruar, kundërshtarët përpiqen që të fshihen. Dhe streha e tyre janë thirrjet dëshpëruese që si beson maskush për kinse anti-amerikanizmin e kryeministrit. Këto i kanë thënë edhe kur ka filluar lëvizja vetëvendosje, edhe kur unë tash punoj e veproj si kryeministër i qeverisë Kosovës. Janë të njëjtat thirrje të dëshpëruara. Kosova është mbase vendi më pro-amerikan në botë. Kosova është shteti në të cilën Amerika ka ndërndikimet më të mëdha në botë. Si bëhet që një politikan që në pas ka qenë anti-amerikan fitoj zgjedhjet? Këto si beson maskush. Nuk i besojnë as ata që i flasin e i thonë. Kjo është streha për diçka tjetër. Shkarkimi i bordeve, përgjysmimi i pagave që ka bërë kjo qeveri për vetveten e për qytetarët, sepse duhet rregulluar ndërmarrjet publike,
sepse duhet marrë fund nepotizmi, sepse duhet zhvilluar vendi, natyrisht që cënojnë shumë interesa. Dhe ashtu sikurse që kemi përpjekje për të strehuar nga opozita e sotme, ashtu mund kemi dikë edhe i cili është jashtë opozitës. Sidoqoftë, unë nuk i konsideroj ministrat të kësaj partije apo të asaj partije, të vetëvendosjes apo të LDK-s. Madje dy ministra që kam propozuar unë kur kemi formuar koalicionin qeverisës nuk janë fare të subjektit politik ku jam kryetar. S'kan livresë të vetëvendosjes fare. Pra, unë të gjithë ata i kam konsideruar dhe i konsideroj si pjesë të të njëjtit ekip ku jemi bashk me programin ton qeverisës dhe me premtimet tona parazgjedhore. Ky është udhërrëfyesi dhe principi ynë. Po njëkohësisht edhe aty gjeni synimin e objektivat tona. Ne kemi, duam dhe do të kemi marrëdhënie të mira, partneritet të gjerë dhe aleancë të fuqishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. SBA-t edhe BE-ja, Amerika edhe Evropa, në nevojitën që të dyja. Ne nuk kemi zëvendësim për to dhe ato nuk e zëvendësojnë njëra tjetër. Është gabim, jo vetëm i politikës jashtme, por edhe kombëtar historik, të thuash po Evropa e jo Amerika, apo po Amerika e jo Evropa. Po Amerika edhe po Evropa, që të dyja. Lidhja transatlantike është jetike për Kosovën si republik e për shqiptarët si kombë. Sot kam pasur një bisedë telefonike rreth gjysmëorëshe me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme, zotin Borrell, me të cilin kemi diskutuar për masat dhe përpjekjet tona për parandalimin e virusit korona, për sukseset e të arritura tona dhe për ndihmën e përkrahjen që kemi nevojë. Në çështjen e dialogut, unë informova zotin Borrell me një model që do ta zbatojmë, e ky është i dy ekipeve të kryeministrit të Republikës Kosovës. Njëri politik e përfaqësues, tjetri këshillues e profesional. Ekipi politik e përfaqësues do të kishte 10 anëtarë gjithsej. 9 të tjerë përveç kryesuesit kryeministër. Do të ishte presidenti i Republikës, në këtë rast zotri Thaçi, kryetarja e kuvendit, në këtë rast zonja Osmani, dhe nga një përfaqësues i partive të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, pra i partive parlamentare. Unë, presidenti kryetarja e kuvendit dhe 7 të tjerë, përfaqësuesi Lëvizjes Vetëvendosje, i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i Partisë Demokratike të Kosovës, i koalicionit AK-PSD, i koalicionit Nisma AKR, i Listës Sërbe dhe i grupit 6+ të pakicave jo serbe, apo të komuniteteve jo shumic jo serbe. Këtë mënyrë, ky ekip prej 10 anëtarëve do të ishte reprezentativ dhe kredibil. Ndërkaq, ekipi tjetër, këshillues profesional, do të ishte me ekspert të fushave të ndryshme për temat e çështjet të se do të ngriten gjatë dialogut të ardhshëm. Sa i përket tarifës, unë kam shprehur qëndrimin tim që besoj edhe sot e kësaj dite është
edhe më i miri, edhe më i drejti, edhe më i dobishëm. E ky është zëvendësimi gradual i tarifës 100% ndaj mallrave të Serbisë me reciprocitetin karshi Serbisë. Me që rast, ne do të bënim hapin e parë, si gjest të vullnetit mirë, e të vazhdojmë më pas me të tjerat, duke parë edhe reagimin e palës tjetër. Serbia duhet ta ndalë fushatën kundër pavarësisë së Kosovës dhe antarësimit të saj në organizatat të ndryshme ndërkombëtare, por gjithashtu edhe duhet t'i ulë të gjitha barierat jo tarifore që i mban lartë ndaj nesh, duke krijuar një dosje të trash të shkeljeve të marrëveshjes CEFTA. Madje edhe ambasadori Amerikan në Berlin, zotëri Grenell, e ka vlerësuar propozimin tim si gjysmë mos, half measure, gjysmë mos. Pra nuk është zero measure, është half measure, është gjysmë mos. Më mirë gjysmë se fare. Edhe gjysmë drejt krejt, por me ndërtim të mirëbesimit në procese sipër. Ky është qëndrimi dhe kjo është qasja më racionale në kontekstin aktual ku ndodhemi. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe tash do të mund t'ju përgjigjesha pyetjeve tuaja. Rion Bogova, Euronews Albania. Zoti Kurti, a e keni njoftu kryetarin e LDK-s para se ta shkarkoni zotin Kurti, ashtu siç shkruhet në marrëveshjen e koalicionit. Jo pasi e keni shkarku zotin Veliun fal, po paraprakisht, a e keni njoftu zotin Mustafa, edhe pyetja tjetër, sot keni pas takim me ambasadorin Kosnet, a u është kërkuar këtë takim me heq tarifën me njëherë dhe pa kushte? Unë e kam njoftuar më shumë se gjysmore përpara kryetarin e LDK-s për vendimin që kam marrur dhe kam kërkuar emrin e ri. Në marrëveshjen tonë të koalicionit, ne jemi zëtuar që do të mbajmë qëndrime të njëjta për çështjet që do të na shfaqen. Dhe po mos t'ishte deklarimi i mesnatës e ish ministrit, sot do të kishim një situatë tjetër. Por tash e kemi qeverinë e re dhe nuk mund të kemi në qeverinë e re ministra që i sinkronizojnë e i harmonizojnë qëndrimet me dikë jashtë qeverisë së re, me dikë nga regjimi i vjetër. Ajo kohë edhe ai kapitull është mbyllur, e ka marrë fund. Prandaj edhe njerëzit kur janë në këtë qeveri duhet të jenë, e bëjnë, e flasin sikur janë në këtë qeveri. Jo në ndonjë qeveri të mëhershme ose diku tjetër. As për deklarimin e djeshëm, kryetari i LDK-s, që mbështeti shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, nuk u konsultua me mua. Kjo shkelje e marrëveshjes tonë të koalicionit. Nuk mund ta mbështetës shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme të paralajmëruar nga presidenti pa u konsultuar me partnerin tënd të koalicionit. Nuk mundesh. Ose edhe mundesh, po pastaj nuk mundesh, sepse të shkarkojnë. Dhe në këtë kuptim, unë kam qenë shumë tolerant. Unë vazhdoj të jem shumë tolerant. Jam interesuar për komunikim edhe për bashkëpunim. Por rregullat
edhe parimet janë rregulla dhe parime për të qenë rregulla dhe parime që respektohen e zbatohen. Jo për të bërë shaka me to. Qeveria e re është e re edhe për shkak se është serioze. Qeverit e shakagjinjve kanë marrë fund. Ndërkaq me ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikanëve të Amerikës në Kosovë, zotin Kosnet, nuk kam pasur takim sot për dje. Dhe në atë takim nuk e kemi diskutuar tarifën. Se këta hiri që janë Kosovë, zotri Kurti, nuk i dhja keni dëgju për një mbledhje që ka majtë LDK-ja sot, do thotë të kryesisë, edhe ku ata zyrtarisht nisin mocionin, do thotë procedurën e mocionit të mosbesimit që po i bën shkarkimin e ju nga posti i kryeministrit. Në çfarë qasje, do thotë si do të qasen ju këto, a do ta votani këtë mocion të propozuar për LDK-s, edhe në pyetja e dytë shumë herë na ke thonë që edhe para zgjedhjeve dhe mas zgjedhjeve keni vesh një partner, do thotë LDK. Tash, a keni prapë vesh LDK, a mbetet LDK-ja partneri kyç, do thotë edhe i vetmi për juve, edhe tash kur të votohet mocioni mosbesimit dhe shkojmë në zgjedhje të reja. Faleminderit. E kam thënë, edhe sot e them që e kemi LDK-n partner. Ne e kemi LDK në koalicionin qeverisës. Dhe ne duam ta kemi LDK-n në koalicionin qeverisës. Po unë nuk besoj që LDK-ja do duhet të identifikohet me deklaratën e mbrëmshme. A jeni për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme? Po sigurisht. Jo ministër. Po sigurisht, jo ministër. S'mos më thonë po sigurisht. Nuk mundet ministri të shpall gjendje të jashtëzakonshme në mesnatë. Prandaj, mendoj që LDK-ja nuk do duhet të identifikohet me deklaratën e mesnatës të njërit ministër, i cili nuk mban atë qëndrim në mbledhjet e brendshme, e pastaj del kundër kryeministrit. Kur kemi qenë në negociata për krijimin e koalicionit qeverisës, e kemi thënë shumë qartë, duam bashkëpunim dhe duam respektim. Dhe për këtë e kemi marrëveshjen me tekst, e po ashtu edhe programin qeverisës tash. Milioni t'u lexoj në faqe 43 që ka thonë programin qeverisës. Zëvendësimi i tarifave doganore për mallrat nga Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina me masa të reciprocitetit të plotë. Nëse deklaron ndryshe, je jashtë programit. Ose në faqe 20 të marrëveshjes për bashkëqeverisjen e mes të Lëvizjes Vendosje dhe Lizë Demokratike të Kosovës, thotë sa i përket tarifës, do të zëvendësohet me masa të reciprocitetit të plot me Serbi. Nuk mund thuash hiqet tarifa e harrohet reciprociteti. Nuk është dashur ta pranosh marrëveshjen e koalicionit, nuk është dashur ta pranosh programin qeverisës, nëse do heqe tarifas duke braktisur reciprocitetin. Pra, unë dua dhe më tutje bashkëpunim, veç se duhet të respektoj marrëveshjen. Edhe në frymën, edhe në germën e tyre. Dhe nuk mundet një ministër t'ja mbaj isën një ideje të presidentit, i cili disi u zbraps nga ajo sot. Besoj e keni vrejtur, ka një zbrapsje të presidentit, i cili nuk insistoj sot, sikur se dje, për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Tha, zyrat tona ligjore, tha, po merren në këtë punë tash. Edhe kishte afër vetës drejtorin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, i cili nuk e mbështeti presidentin, se s'ka si ta mbështes. Me vetëm 20 të testuar pozitivisht, pa asnjë të vdekur, shëqër zotit edhe mjekve edhe infermierve, edhe policisë edhe doganjerve, edhe inspektorëve edhe ushtarëve, edhe pastruzve edhe frutarëve, edhe farmacistëve edhe punëtorëve,
edhe të krahut, edhe të maqinës, edhe ndërmtarisë edhe të prodhimit, nuk mund të thoshte tash që mire ka presidenti. Presidenti ushtroi një trysni të ekspertët, po nga dhënjeu shkenca mbi politikën. Dhe, pa tjetër, veç mos i mbaroj. Dhe pa dyshim që ka një zbrapsje të presidentit. Dhe kjo zbrapsje e presidentit, e cila u dokumentua sot edhe para jush, tregon një lloj nxitimi të atij ministrit që, si thot populli ynë, të bëhet më katolik se papa. Pra, ta shpalljen e gjendjes jashtëzakonshme. Nëse presidenti do që ta shpall gjendjen jashtëzakonshme, nuk do të ketë ministra në qeverinë time ku ka aso që duan ta shpallin shpalljen në mesnatë. Marrë ke punë. Pra, mund të flasësh, po jo si ministër më. Tash është liria e shprehjes. Edhe duhet ta respektojmë lirinë e shprehjes. Po s'mund ta respektoj si ministër. Andaj e lirova nga detyra. Ne duhet të presim se çka do bëjnë, e çka do shkruajnë, e çka do thonë, e çka do veprojnë, e mandej ne të përgjigjemi. Mendoj që tash duhet të përqendrohemi maksimalisht si qeveri, me gjithë kabinetin qeverisës, për luftimin e virusit korona. Është e domosdoshme ti maksimizojmë përpjekjet dhe ti shtojmë masat. Masat mund të jenë të jashtëzakonshme, po s'ka nevojë për gjendje të jashtëzakonshme të shpallur aq më pak nga ndonjë ministër në mesnatë. Tavlan Osmani prej Kallxovi, kryeministri, presidenti tha që gjatë propozimit djeshëm për gjendjen e jashtëzakonshme e ka potencuar disa herë që kjo dalja e pjesëtarëve të Forcës së Zyrtarisë së Kosovës në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. A keni biseduar mbrëm ose sot në ndonjë përfaqësues të KFOR-it në Kosovë në lidhje me këtë propozim të presidentit Thaçi, edhe a mund na tregoni se pse, me thonë arsyeja kryesore, pse po don me ju shkarku lidhë për shkak të shkarkimit të zotit Veliu, për shkak të tarifës apo për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme? Edhe pyetja e fundit, a do të provoni të mbijetoni si kryeministër, tu provu me gjetë partner të tjerë në partitë opozitare që janë tani, ose ndoshta edhe mes grupit parlamentar të LDK-s? Faleminderit. Them drejtën, ka njerëz të cilët kanë parashikuar vështirësi dhe ky parashikim i tyre ka pasur një bazë objektive. E kjo është e fakti që në qeverinë tonë kanë marrur më shumë pushtet se ç'duhet ata që ishin më pak për koalicione. Realisht kur krijohet koalicioni midis dy subjekteve, më shumë të pushtet do të marrin ata që ishin më shumë për koalicionin. Po ky nuk ka qenë rasti tek ne. Por, si do që të jetë, ne vazhdojmë, sepse jemi të fuqishëm dhe të drejtë. E para. E dyta, sot kam takuar komandantin e KFOR-it, generalin Risi, dhe diskutuam për angazhimet tona edhe në fushën e shëndetësisë, por edhe të sigurisë, sa i përket parandalimit të shpërndarjes e përhapjes virusit korona, pra COVID-19, por gjithashtu në aty mësova se presidenti nuk ka kontakt me KFOR-in, nuk ka kontakt me udhëheqjen e KFOR-it në këtë iniciativën e tij për shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Për mua është absurde se si një president përpiqet të shpallë gjendje të jashtëzakonshme pa biseduar me KFOR-in. KFOR-i ka shumë fuqi në Kosovë. Dhe pa KFOR-in e kundër KFOR-it të shpallësh gjendje të jashtëzakonshme është absurde. Pra, ose ky që ka dashur ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme, në këtë rast presidenti, nuk e ka për një mend këtë gjë sikurse ish ministri,
ose një mend ka hyrë në një fazë delirante, ku mendon që mund të bëhet gjendje e jashtëzakonshme në Kosovë, pa këforin e kundër këforit. Unë jam çuditur. Unë kur kam takuar sot komandantin e këforit, general majorin Risi, unë kam menduar që ai tashmë ka takuar presidentin. Ai s'e kishte takuar fare presidentin. Tash ai ka kontaktuar presidenti për të takuar, tha jo. Si bëhet që ky merr këtë iniciativë këtu për të shpall gjendje të jashtëzakonshme fare pa konsultuar me këforin. Nuk e di, është ministri ka ditë këtë gjë. Po vonë është tash. Unë i nderuar gazetar kur nuk ndjetoj. Unë gjithmonë jetoj. Fuqishëm. Zë kryeministër Mileta Dervishi nga Kosova Post. A u bë sebeb Hashim Thaçi për zvejën e raporteve mes LDK-s dhe vetëvendosjes, se duket që Lidhjes Demokratike të Kosovës i ka mbetur Bajagjo Hatri për shkarkimin e Agën Veliut? Deklaratat janë fakte. Hatri, sebepi janë më të diskutueshme. Janë faktet dhe unë kam vepruar me përgjegjësi të plotë mbi bazën e tyre. Të thuash në mesnat, në kundërshtim me kryeministrin, se je për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme nga presidenti, i cili sot e zbuti iniciativën e tij, është e papranueshme. Tash vegzat e tjera i trajtojnë analistët. Unë jam politikan me bindje, dije e vullnet. Dhe jam beha rreth zoti Kurti, a ishte prononcimi i zotit Veliu mbrëm, arsyeja ja vetëm për shkak pasi e dim që shumë zyrtarë të lartë vetëvendosjes edhe gjatë kohës që po flisnit me LDK-n për të bërë partner të koalicionit, e kanë vlerësuar Veliun si njërin prej atyre personave që është kundër këtij koalicioni. Pra, a është ky shkarkim ndoshta një mlef që keni pasur edhe më herët edhe që mbrëm ka kulmu pas asaj që e ka thënë, pasi që edhe Veliu tha që prej kohës kur Sfesla është emëruar zëvendës ministër s'ka pas pothuajse fare kontakte me juve. Edhe dyta, a është qeveria teknike opcion për juve dhe për lëvizjen vetëvendosje? Faleminderit. Së pari, ish ministri më ka kritikuar mua dhe përpara. Kur nuk jam hidhruar. Kur se kam kundërshtuar. Bilas që kam kthyer kritikën. Edhe para zgjedhjeve, edhe mas zgjedhjeve, edhe gjatë negociatave, edhe në qeveri. Le të thonë për mua pothuajse çka do. Se unë këtu nuk jam për të mbrojtë vetëm. Po nuk mundesh në mesnat të përgjigjesh për iniciativën e presidentit, për shpallë gjendje të jashtëzakonshme, gjë që nuk has në pëlqimin e kryeministrit në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, të përgjigjesh me po sigurisht. Po të thoshte ish ministri që nuk jam i kënaqur me kryeministrin për këtë gjë apo atë gjë, po të fliste për idetë e mia, mendimet e mia ose karakterin tim, kur nuk do të mbërsha këtë vendim për shkarkimin e tij. Po gjendja e jashtëzakonshme nuk është fjalë goje. Është skaj i kushtetutës. Nuk ka asgjë më të jashtëzakonshme se sa shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme. Prandaj unë si albin, si qytetar, si aktivist, mbasi edhe mund ta toleroj, si kryeministri i Qeverisë së Republikës Kosovës, nuk mund ta toleroj e as ta fal një veprim të tillë. Sepse kur flet ai që është në ekzekutiv, fjala është vepër, sepse është ai që është në ekzekutiv. Qeveria jonë është politike, punët teknike kryhen me mekanizmat organet shtetërore, posaçërisht në këtë fushatën tonë kundër koronavirusit, tek e cila jemi të përqendruar 100%.
Florentina Thaçi prej KTV-s. Kryeministër, desha me ju pyet se a jeni befasu prej veprimeve të LDK-s që i morën në mbledhjen e fundit, edhe cili është reagimi juaj apo qëndrimi juaj karshi asaj që ka deklaruar Isa Mustafa për mocionin e mosbesimit ndaj jush, edhe a do të rrëzohet qeveria juaj? Nuk mund të them që jam befasuar për shkak se reagimi pas shkarkimit ishte një lloj paralajmërimi, por edhe në anën tjetër unë kam përvojë aq të gjatë politike sa që është vështirë të më befasoj ndokush. Prandaj unë udhëhiqem prej asaj fjalës së urtë angleze, shpresoj më të mirën prej të më të keqen. Dhe kjo është pjesë e fuqisë sonë. Zoti Kurti deklarut që tash e ka mundësin, Zoti Veliu, për hir të vërtetës fillimisht, Zoti Veliu nuk ka shpallë gjendje të jashtëzakonshme, ka dhënë mendimin e tij që është pro shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme. Thatë që sa ka qenë, tash e ka mundësin me u shpreh lirshëm, sa ka qenë ministër nuk e ka pas mundësin. Ai vjen kjo që krejt ministrat e qeverisë Kurti, që mendojnë ndryshe nga kryeministri për çfarë do çështje, nuk guxojnë me u deklaru publikisht që janë kundër edhe për gjendjen e jashtëzakonshme, po edhe për tema tjera, dhe si në pyetje, a pajtoheni ju me krejt deklarimet e deri tanishme të ministrave të juaj për çfarë do çështje? Për shembull, po më kujtohet Bleri Mreka ka pas një debat madh për qëndrimin e tij me i dhonë tranzit territor, po më rrugë servis deri në dalje në Adriatik, si mundësi për arritjen e marrëveshjes finale. Së pari, unë mund të kem mirë kuptim për zellin tuaj që një shembull konkret ta bëni teori të përgjithshme. Po, s'është synimi im dhe as realiteti i kësaj situate. Edhe më herët jam kritikuar. Edhe më herët s'jam pëlqyer. Por gjendja e jashtëzakonshme është jashtëzakonshme. Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme është po ashtu jashtëzakonshme. Nuk është çfarë të qëndrimi. Nuk ka kthim prapa kur shpall gjendje e jashtëzakonshme. Prandaj, në një situatë ku gjërat mund të marrin drejtim të pakthyeshëm, nuk mund të krahasohen me çfarëdo deklarate tjetër. E para, e dyta është që deklarimi i tillë nuk u demantua në mëngjes nga udhëheqja, por u përkrah. Ka dallim të madh pjesëmarrja në një emision televiziv ku njëri prej ministrave tonë fatkeqësisht flet më shumë si profesor sa si ministër. Po kjo është e padëmshme për vendin tonë. S'do të ketë kurfar korridori. Gjithë e din këtë gjë. Mirë po në situatën kur presidenti ka marrë atë iniciativë dhe të jep goditje nga brenda, kjo është diçka krejtësisht tjetër. Është konteksti që veprimit tënd, në këtë rast fjalës së një ekzekutivi, ja jep kuptimin. Dhe unë edhe një herë them që të gjithë ne që jemi në qeveri, duhet të jemi të kujdesshëm, posaçërisht në këtë kohë, posaçërisht në këto rrethona për fjalën tonë publike. Sepse ajo nuk është e një qytetari të lirë të Republikës, po e një shërbëtori të popullit, ku pritjet janë të mëdha, por po ashtu edhe përgjegjësia. Përveç se edhe në përgjithësi, nëse duam të përgjithësojmë, unë do thosha që mendimet e mesnatës ministrat është mirë t'i marrin për vete. Unë u përgjigja në këtë pyetje, thash që parashikimet i bëjnë analistët. Unë jam kryeministër, politikan, me program, me bindje, dije e vullnet. Kryeministër Valmir Gallopeni prej televizionit Dugazhini. Kur flasim për qëndrimet e LDK-s të njëjta me ato të presidentit,
ka qenë qëndrimi njëjtë i LDK-s me të presidentit edhe për taksën, mirë po nuk ka pasur shkarkime, dhe pse s'pati shkarkime edhe për taksën, kemi në zëvendës kryeministrin, dhe në pyetjen e dytë sa i përket koronavirusit dhe masat mbrojtëse në shumë komuna të Kosovës ku tani më janë prekur mjekët, rrobat një përdorim që i përdorin disa herë. Kur do të zgjidhet si problem? Presidenti i Kosovës, të iniciativën e tij për shpall gjendjen e jashtëzakonshme, dështoi në bisedën telefonike me kryeministrin tuaj pardje pas dite, dështoi në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurisë, dhe kur filloi të shqyrtoi rrugën ka kuvendi i Kosovës, dikush filloi t'ja pastroj e t'ja ndriçoj nga prapa me. Është krejtësisht ndryshe me çështjen e tarifës 100% i servisë, e cila është në mbledhje të qeverisë ku ne kemi kontrollin e plot. Pra është situatë krejt tjetër sa i përket pasojave të menjëhershme, jo vetëm afatgjate. Ne e di që po bëjmë maksimumin dhe unë do të kujdesem që kjo çështje të zgjidhet e të mos ketë përdorim të shumë fish të asaj që në fakt bëhet kundërproduktive, po përdor disa herë. Të gjitha këtyre rrobave e mjeteve të tjera higjienike, sanitare, të cilët i kanë të domosdoshme, tashmë jo vetëm mjekët edhe infermierët, por edhe shumë të tjerë që janë në kontakt të rregullt me popullsinë tonë, po për hollësitë e kësaj çështje, më lejo që bisedoj me ministrin tonë të shëndetësisë dhe kurse si s'ju lëm pa përgjigje konkrete, të hollësishme e saktë. Minister, po shihet që qytetarët kanë një lloj paniku dhe për të siguruar miell, madje edhe në marketet tona nuk mund të gjesh. Madje ka dhe zëra që vetëm edhe 20 ditë të ardhshme mund të ketë furnizim me miell. Cila është e vërteta? Po miell të mjaftueshëm, se shihet domethënë këto turma njerëzish dhe madje edhe nuk ka asnjë kilogram miell nuk mund ta gjesh tash në marketet e Kosovës. Mendoj që edhe ka miell më shumë sa që duket, edhe ka grur më shumë sa që bluhet. Prandaj do të bëjmë gjithçka që miellit mos mungoj, edhe as ushqime tjera bazë, dhe unë jam i bindur që do t'ja dalim. Kufit janë të mbyllur për udhëtarët, mirë po jo edhe për mallrat, ato po vinë dhe importi nuk po ndalet. Është një problem tjetër që ne nuk kemi prodhimtari tonë. Sepse 20 vjet kemi pasur qeveri që tokën tonë bujqësore e kanë bërë beton, asfalt, pika karburanti, pompa benzime apo motele për pushim. Këto qeveri kena pas. Dhe këto qeveri kanë marrë fund, mirë po ka punë tash ne derisa ta revitalizojmë bujqësinë tonë në mënyrë që toka e punueshme të punohet. Në Azi 98% tokës punueshme punohet. Në Evropë 90%, në Afrikë 80%, në Kosovë 50%.